Fluksi i lartë i turistëve në kryeqendrën e turizmit në vend, Durrësi, ka sjellë fluks të lartë edhe të kërkesave për ndihmë mjekësore nga vizitorë vendas, por edhe të huaj. Për këtë arsye, qendrat shëndetësore në këtë fillim sezoni janë rihapur në 5 zona të ndryshme përgjatë gjithë bregdetit të Durrësit, duke garantuar një shërbim sa më të shpejtë dhe sa më pranë pushuesve. Vitin 2024, gjithë sezoni turistik, nga 1 qershor deri në 30 shtator, ne mbyllëm me një numër të 16.000 vizita, ku 1/3 e tyre kanë qenë turistë apo pushues të huaj. Me të njëjtin filozofi pune, ne jemi edhe këtë vit në 5 qendra shëndetësore, me postacione 4 prej tyre të njëjta, kemi një ndryshim shumë të vogël me postacionin apo me qendrën në Shkëmbin e Kavajës. Janë marrë masat për të informuar gjithë institucionet publike në takimi që ne kemi bërë për marrjen e masave për fillimin e sezonit turistik. Gjithashtu janë shpërndarë flet palose me vendodhjen fikse të qendrave shëndetësore. Numrat që funksionojnë në të 5 qendra shëndetësore janë të njëjtët për çdo vit, që do thotë paktën për pushuesit të cilët kanë një postacion apo vend fiks për pushimet e tyre përgjatë gjithë bregut të Durrësit, është shumë i lehtë komunikimi me gjithë ekipet shëndetësore. Gjithashtu, ne kemi në dispozicion edhe shërbimin e 127-ës, e cila është vendosur në zonën e Gjirit të Largëzit dhe në zonën e plazhit apo Shkëmbit të Kavajës. Qendrat shëndetësore përgjatë bregdetit, përveç qëllimit parësor të ofrimit të shërbimit shëndetësor ndaj pushuesve, ndihmojnë edhe për të ulur ngarkesën e qendrave spitalore gjatë periudhës së verës.